Pse duhet kemi një tjetër? Ne nga ka bërë krijuesi, ne kemi një histori mbi 4.5 miliard vjet që është e certifikuar dhe tani ju lutem, pse na duhet të shpikim lloj-lloj gjërash? Tani ky mekanizëm perfekt që krijuesi ka krijuar, që quhet njeri, i ka dhënë edhe mënyrën se si duhet ushqehet. Ne nuk kemi pasur supermarket, ne nuk kemi pasur frigorifere, ne dhe ju lutem jemi ushqyer nga natyra dhe baza e ushqimit ton ka qenë ushqimi shtatzor. Ne kemi qenë hunter-gatherer që quhet, domethënë dilnim gjuanim, mblidhnim po të gjenim në rast se ariu na kishte lënë 900 mjalë, ndoshta pak mjalë mund ta gjenim në pyll. Do mblidhnim ato pak fruta që të ishin të stinës, të egra, edhe në një harror, në një harra, në një lathi që mund të gjenim, dhe pastaj baza ishte produkti shtatzor. Filluam të merrim ushqim bimor, atëherë kur krijuam vend qëndrimet, vend banimet, kur filluam të kultivonim, ju lutem. Ndërsa tani jemi orientuar totalisht nga supermarketi me ushqime të përpumuara dhe e orientuar kjo ushqimi, kjo veganizmi që unë do ta quaja dietë vrastare, sepse është dietë pa plot, është vërtet krijon mangësira të jashtëzakonshme në organizëm. Është e tmerrshme. Mirë, cili është mendimi yt rreth yndyrnave? Pra ju mendoni që yndyrnat janë shumë të domosdoshme apo jo për organizmin e personave për një jetë më të balancuar? Yndyra ka 7 lloje yndyrash që të kuptohemi, dhe yndyrat nuk janë të këqija. Yndyrat janë baza e atij që quhet bloku të ndërtimit të organizëm, por yndyra më është edhe burimi më i mirë i energjisë në organizëm. Është ajo energjia që quhet energjia stabël për cilën ne kemi nevojë. Se dhe një nga problemet shëndetësore që ne kemi është sepse ushqehemi me ushqimet përpunuara bazë të cilëve është glukoza, fruktoza, sheqeri faktikisht që nuk është energji e qëndrueshme. Yndyra, flasim për yndyrat shëndetshme, janë të pazvendësueshme. Nga këto 7 lloj yndyra që unë thash, vetëm 2 janë të këqija, janë të dëmshme. Në radhë të parë njëherë margarina, që nuk duhet të merret absolutisht dhe ka shumë vende të botës, pastaj që e kanë edhe të ndaluar tregtimin e saj, dhe në radhë të dytë pastaj janë vajrat e hidrogenizuara që quhen, janë ato vajrat e supermarketit, të cilat i ka krijuar dora e njerëzit. Yndyrat e tjera pastaj përfshi këtu dhjamin, po e theksoj sepse i kanë shpallur luftën dhe dhjamit, mishit, nuk janë të këqija, përkundazi janë shumë të shëndetshme, dhe pastaj nuk diskutohet që mbreti i yndyrave shëndetshme janë omega 3, edhe që gjenden tek produkte shtazore, dhe produkte shtazore dhe në mënyrë të veçantë peshku, këtu që të mos na çojnë veganët thonë se s'është e vërtet, ka dhe një lloj omega 3 që është tek produktet bimore, por faktikisht është alfa-linoik acid quhet, e cila është shumë pak e përthishme ose e konvertueshme në atë që quhet, që ishte EPA dhe DHA, yndyrat të cilat neve kemi nevojë omega 3 edhe s'kemi nevojë për ALA. Janë shumë, nuk do shmangë. Të dalim pak tek praktikat më të mira për të menaxhuar stresin në mënyrë natyrale. Para punës njerë, stresi është një realitet i ndërtuar në mendjen tonë. Nuk është realitet real. E fjalë, mënyra me thjeshtë është të kthehemi te realiteti. Do me thënë ta shikojmë gjën ashtu siç duhet të jetë. Është një realitet i ndërtuar në mendjen tonë. Kanë filluar shumë këto tendenca tani që kemi shumë stres, kemi shumë, në krahasim me kemi shumë stres, i lutem. Njerëzit